Ka mungesë të marijuanës në tregje dhe autoritetet në Nevada po e mendojnë seriozisht marrjen e masave emergjente. Kërkesa për kanabis ka qenë shumë e lartë në shtetin amerikan që prej një korrikut kur u legalizua përdorimi personal i tij. Ligji i ri i jep grosistëve të pijeve alkolike të drejtën e shpërndarjes, por shumica e tyre nuk i përmbushin kriteret e licencimit, sqarojnë burimet të Departamentit të Taksave në Nevada, i njëjti organizëm që doli me deklaratën e situatës së jashtëzakonshme, çka lejon aprovimin e masave shtesë për të përballuar mungesën e lëndës narkotike në treg. Një pjesë e medjave vendase kanë trajtuar problemin me humor. Nevada ka një problem me drogën, shkruan Los Angeles Times, nuk ka mjaftueshëm. Zyrtarët e pranojnë se nuk ua ka marrë mendje që kërkesa do të ishte në nivele të tilla. Papritur gjen përpara derës 1000 vetë dhe nuk di ç'të bësh, thot një prej të licencuarve, Al Fasano, bashkëthemelues i Las Vegas Relief. Jemi detyruar t'i themi njerëzve se produkti që disponojmë është i limituar në sasi, shton ai. Shoqata e Nevada Dispensary Association llogarit se vetëm në 4 ditët e para pas legalizimit, shitet e marijuanës mbërritën në nivelin e $3 milion dhe të ardhurat nga taksat ishin $1 milion. Duke ndjekur shembullin e Colorados, Oregonit, Washingtonit dhe Alaskës, Nevada votoi në favor të përdorimit vetjak të marijuanës në muajin nëntor. Përdorimi mjekësor i kësaj bime lejohet në 25 shtete amerikane.